Për të gjitha ju mamat e reja dhe ato që janë në pritje të ëmbël, prezantojmë setin e parë të përkujdesjes së bebit. Seti përmban 10 elementë dhe i shikojmë të gjitha bashkë me radhë. Pastrues gjuhë dhe kruajtës së dhëmbësh në formë gishtëze. Furçë me fije shumë të buta për flokët e bebit tuaj. Përveç furçës kemi dhe krahërin, i cili ka maja të rrumbullakosura, duke qenë se skalpi i bebes është delikat dhe kreja e flokëve të jetë sa më e butë. Gjithashtu është drita LED, e cila përdoret për të parë kanalin e veshit nëse ka papastërti, në rast se i vogli juaj do të ketë dhimbje veshit, do të jetë shumë funksionale. Prerësja e thonjve i dizenjuar posaçërisht për muajt e parë, duke qenë një proces delikat dhe i vështirë në fillim. Aspiratori nazal, që është një domosdoshmëri dhe është shumë i butë dhe shumë praktik. Kërshëret me maja të rrumbullakta sugjerohet të përdoren në muajt e parë kur thoi bebit është i butë dhe më pas kur thojnë forcohen sugjerohet të përdoret prerësja e thonjve. Pinceta do t'ju shërbej për pastrimin e papastërtive të ndryshme nazale dhe orale. Pjesët e tepërta të thojt mund të rrumbullakosen me limën e butë dhe delikate. Dhe pipeta e përshkallëzuar në mililitra mund t'ju shërbej për medikamente ose ushqime sipas rastit. Seti kushton 10.000 lekë të vjetra dhe është në të dyja ngjyrat, roz dhe blu, si për vajza dhe për djem.